Pas 45 vitesh kontribut në shërbimin shëndetësor, mjeku i njohur Lezhjan Tonin Froku ka përmbyllur angazhimin e tij shtetëror në fushën e mjekësisë. Në shenjë vlerësimi për kontributin e dhënë ndër vite, Këshilli Kombëtar i Urdhërit të Mjekut të Shqipërisë ia akordoi Dr. Tonin Frokut një certifikat mirënjohje. Dr. Tonin Froku, në shenjë vlerësimi dhe mirënjohje për kontributin e çmuar shumë vjeçar si mjek i Spitalit Rajonal Lezhë, si dhe për angazhimin e tij në drejtim të Këshillit Rajonal të Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë, Qarku Lezhë. Në cilësinë e presidentit, me rastin e daljes së pension, Këshilli Kombëtar i Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë i shpreh mirënjohjen e thellë për kontributin dhe shembullin e tij në shërbim të pacientëve. Kolegët e tij vlerësuan profesionalizmin, përkushtimin dhe kontributin e Dr. Frokut në shërbim të pacientëve. Është njeriu që unë kam vlerësuar njeriu që shpesh i themi, ti je njeriu i mendimit të madh. Tonini e meriton një gjë të tillë. Unë mendoj që doktor Tonini nuk është se ka dalë në pension, por doktor Tonini ka shput marrëdhëniet me shtetin. Doktor Tonini është absolutisht një aset i mjekësisë Lezhës dhe më gjërë. Në fjalën e tij, Tonin Froku shpreh mirënjohës për vlerësimin dhe bashkëpunimin e kolegëve gjatë gjithë karrierës së tij. Mirënjohje dhe falënderime për Urdhrin e Mjekut të Shqipërisë, me të cilët kam bashkëpunuar për 10 vjetësh si president i Urdhrit të Qarkut Lezhë. Ka qenë një bashkëpunim i frytshëm edhe dinjitoz. Mirënjohje dhe falënderime për klinikën e gastroenterologjisë. Tonin Froku e nisi punën në shërbimin shëndetësor në vitin 1980 në vendlinjen e tij Ungrej të Lezhës, fillimisht si infermier, me pas u specializua në degën e gastropatologjisë dhe u emërua në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku përmbylli dhe karrierën e tij shtetërore, duke lënë pas një kontribut të çmuar në shërbimin e shëndetit të qytetarëve.